se nesër nuk do dalim ka i shohu që bëjnë nesër për Inat Albin Kurtit, jonë për kraje të liderëve të UÇK-s. Jo. Tani të bëjmë pak histori. Ky këtu është një artikull i gazetës Koha Jonë ditën e martë me datë 15 nëntor 1994. Edi Rama që bën thirrje për votë kundër kushtetutës, sepse thotë është një votë mes të ligave të tjera, është një votë kundër presidentit kosovar të Sali Berishës. Kosovar kjo e quan sharje që në vitin 1994. Këta janë foto lebrish shqiptar të gjithë që në vitin 1997 protestojnë me 3 gishta. Ja ku e ke, 28 shkurt 1997. Ja ku e ke edhe këtë tjetrën. Ja ku e keni edhe këtë tjetrën. Labi, kur do të shaj, e dini të gjithë, ka një gest tjetër të vetin, dakord, me 3 gishta nuk e ka bërë kur, kjo është gest serb. Ndërkohë, që këto gjeste me 3 gishta, shoqëroheshin me një parull tjetër, o Sali, o Kosovar, do të varim në litar. Ishte një plagjaturë, asaj që thrisim në 91 në Ramiz o Zagar do të varim në litar, që do të thotë, këta në vitin 97 ja kanë vënë në gojë këtyre që bënin 3 gishta këtë parull, sepse Zagar e kishin baraz me Kosovar. Kjo është dashuria që kanë për Kosovën, pa ju përmendur ato të vitit 44-45 që i kërkonin Titos pash zotin na bashko, na bë Republikë 7 dhe Titos i qasi. Se ndryshe do kishim qenë dhe ne Republikë 7. Pa ju përmendur faktin që është i vetmi kryeministër ai i këtyre, Fatos Nano, në korrik 98, që shkoi të takoi Miloševićin në Kret kur serbistë nuk i pranonin as shajistët në kampionat. Ishte nën sanksione. Nesër do t'i shikoni se si do dalin në shesh në mbrojtje të Kosovës. Fill, mbasi kanë votuar sot kundër e skuqën. Sallën e votimit në parlament, nuk ka, për parlamentin shqiptar, nuk ka patur një genocid serb në Kosovë. Jo, nuk ka ndodhur. Ata burra që sot janë në Hag dhe që nesër ka do dalin ti përkrajnë, kanë luftuar kot, genocid nuk kishte. Atë thot dhe Vučići që i çojnë në Hag. U quan kot, janë thjesht terrorist, janë thjesht bandit. S'kishte asnjë gjë në Kosovë, genocid nuk pati, këta ishin kot, ishin një grup banditësh. Këtë e kanë dhënë sot, këtë i kanë dhënë sot Vučićit. Niko Peleshi mbaje mend. Mendoja se nuk do të kishte një kryetar parlamenti më horr se Skënder Gjinushi në 97-ën. Ja ke kaluar dhe do të përgjigjesh.